Të gjithëve na ka ndodhur të zgjohemi të lodhur, edhe pas 7-8 orësh gjume. Ky fenomen ndodh kur gjumi ynë nuk është rigjenerues, pavarësisht se kemi fjetur numrin e kërkuar të orëve. Trupi nuk pushon plotësisht, përpasoj ndjejmë lodhje gjatë gjithë ditës, ndonjëherë edhe më shumë se në mëngjes. Ekspertët shpjegojnë se gjumi restaurues ndodh gjatë fazave të gjumit të thellë, në fund të çdo cikli natën. Nëse këto faza ndërpriten, shpesh pa e kuptuar, për shkak të stresit ose zakoneve të dëmshme, rezultati është një lodhje e vazhdueshme. Ky problem nuk ndikohet nga ora e rënies në gjumë ose e zgjimit dhe mund të lidhet edhe me çrregullime më serioze të gjumit ose probleme shëndetësore. Nëse gjendja vazhdon për javë me radhë, vizita tek një specialist rekomandohet. Për të përmirësuar gjumin, specialistët këshillojnë të mbajmë një rutinë të qëndrueshme, të flejmë të paktën 7-8 orë, të shmangim alkoolin, duhanin, vakte të rënda dhe përdorimin e ekraneve para gjumit. Ambienti duhet të jetë i qetë dhe temperatura e dhomës e rehatshme. Teknikat e relaksimit, meditimi dhe vetëdijësimi mund të ndihmojnë për të arritur një gjendje mendore të qetë para gjumit. Nëse pas këtyre ndryshimeve nuk vjen re përmirësime, një konsult me profesionist është e domosdoshme. Gjumi mbetet një element thelbësor për shëndetin fizik dhe psikologjik, ndaj nuk duhet nënvlerësuar rëndësia e tij në jetën tonë të përditshme.